Varet që mund të zihemi kot dhe debatosh plot. Se të zihesh kot, të zihesh për... Po kotët tani ju gjithë bini dakord këtu që zgjedhjet në parti nuk ja merr Sali Berishës asnjë. Po kot përfaqësisht se kandidoi ky. A do flasim më radh? E dim këtë punë që nuk. A do flasim më radh? Zgjedhjet e Sali Berishës nuk ja merr dot njeri se Sali Berisha e ka bërë parti personale prej kohësh atë. Po ka votat. Ajo është bërë partia e Sali Berishës. Ka votat më zot. Ai ishte jashtë partisë. Ka pra personale thot ai dhe. Ai ishte jashtë partisë. Basha më kryetar partia ja mori me votat, nuk janë votat. Ajo që shikon publiku sot kur ka një qeveri që është qeveri autokratike, i qeverisë në mënyrë autokratike. Sepse një kryeministër që është sot, kur ishte kryetar partie, nuk e gjykoi për atë që bëri parti, që bëri një parti kazern dhe shkatroi çdo fije demokracie në atë parti, çdo shenjë. Dhe kur e kryeministër bëri një gjë. Dhe njerëzit shohin sot të Partia Demokratike me një lloj shprese dhe thonë, prit se Berisha në 2021 filloi një revolucion demokratik brenda Partisë Demokratike. Bëri një lëvizje super demokratike, dha një shembull demokracie dhe gjithë e kemi mbështetur për atë shembull demokracie. Dhe garantoi që do ta vazhdojë ato. Dhe e garantoi me statut që do ta vazhdojë. Sot ne shohim që asnjë gërm me statutit nuk po zbatohet. Sot ne shohim që asnjë premtim nga ato që ai bërin fortoren e dikushme nuk po zbatohet. Sot ne shohim që Berisha po qeveris me të njëjtën autokraci si Rama, jo me të njëjtën, por pak më të butë, po s'ka rëndësi, dhe kur të vim mbështet do bëjt njëjtën gjë. Atëre, pse do bëjmë ne mund marrim mundimin qytetarët të votojnë nesër nëse e pret e njëjta gjë? Kjo është thelbi. Ti duhet të tregosh pra ta mbaroj. Ti duhet të tregosh që ti je Parti Demokratik, je lider demokratik, që ti nuk ke alergji ndaj mendimit kundër. Kur del dikush kundër, nuk i thuaj që je i Ramës, nuk i thuaj je armik, nuk i thuaj je i krimit, por e lë ta thonë mendimin e vet deri në fund dhe të garoj deri në fund. Krijon gjithë hapësirën demokratike për gjithë mendimin ndryshe, edhe për grupin që u bashkua dhe që duhet kishte hapësirën e vet. Dhe atëherë ne themi po, këta që kanë Parti Demokratike dhe nesër nuk do ketë vendime personale. Nesër do kemi qeveri personale, nesër do kemi ndarje personale tendera si që bën Edi Rama, nesër do kemi dhunë personale si që bën Edi Rama ndaj medjave. Pra do ndryshojë diçka dhe atëherë voton për të. Atëherë, tre çështje që ngritët ju më shumë të drejtë. Ju thoni, kjo parti nuk respekton mendimin ndryshe. Vetëm 3 vite më parë, mbas se më duket edhe këtu te zoti Rakipi, me Gaz Bardhin, edhe përfshi dhe me Sajmirin, përplaseshim në studio, në sulme politike të pa masa. Gaz Bardhin, Sajmirin, nuk e di tani, Jorida Tabakun, Gjek Markajn, të gjithë. Ku janë sot? Ne që nuk vlerësojmë mendimin ndryshe. Jo, në parti. Gaz Bardhi është kryetari i grupit parlamentar. Jorida Tabaku është kryetare e Komisionit të Drejtave të Njeriut. Ina Zhupa është kryetare e Komisionit të Media. Një sekond. Nuk është prej ndot mendimin që kanë pasur. Më themu të dëgjoj aty unë të dëgjova. Këto ishin njerëz që ishin me mendime komplet të ndryshme dhe vazhdojnë të jenë. Me mendime komplet të ndryshme. Jo, vazhdojnë. Se sot nuk e hapte asnjëri telefonin. Unë me Sajmirin kemi mendime shumë të ndryshme. Nuk vinte asnjëri. Sajmir, më fal, Sajmiri thotë që unë nuk e kuptoj çfarë është kjo e vetëpërjashtuar. Unë e kuptoj, unë kam mendime komplet të ndryshme nga Sajmiri. Ama ne jemi bashkë kur vjen puna tek përplasja me qeverinë, ajo na bashkon. Po mendime ne jemi dhe më fal. Për plasje me qeverinë është dhe Tela, jam dhe unë. A mund ta mbaroj? Po kjo s'do të thotë që jemi bashkë do të të gjitha pikat bashkë. Më thatë që ne nuk pranojmë mendimin ndryshe. Këta ishin mendimin ndryshe dhe sot kanë poste kyçe në Partinë Demokratike. Janë dy Agron Gjekmarka është nën kryetari i partisë dhe nën kryetari i kuvendit në emër të Partisë Demokratike. Ne që ishim përballë dje njëri tjetrit. E para, e dyta, kjo parti është demokratike, pse them unë që është demokratike? A jemi ne perfekt? Po as jemi as kemi për çenë herë. Po kjo është vetëm parti në rajon që bën primare. Kjo është vetëm parti në rajon që bën zgjedhje për kryetarët e seksioneve, kryetarët e grup seksioneve që sapo i ka marruar, kryetarët e degëve, kryetarët e antarët e kryesisë degëve që po bëhen tani, për sekretariatet e degëve. Sekretariatet e degëve dhe departamentet e degëve. Dhe po të njëjtin proces e bën për Këshillin Kombëtar, e bën për sekretariatet në qendër, e bën për antarët e kryesisë në qendër, pra vetëm këtë parti s'mund ta akuzosh që s'ka bërë zgjedhje, ndërkohë ka qenë në 2009 që s'ka as i pak zgjedhje në PS. Edhe Saliani ishte nga kjo ana e këtyre personazheve që përmonde. Po, dhe u bë drejtues politik i Elbasanit. Drejtues politik i Elbasanit. Gjithë këta, vetëm Saliani ka dalë, ka marrë guximin, edhe ka kërkuar që të ndërojë. Ka mbetur në këtë pjesë. Të sqarojmë një gjë. Po.
Ne nuk kemi në një gjë me ty, ti ke pozicionin tënd, qëndrimin tënd. Po, Dhe ne jo e respektojmë. Këtë qëndrim që ke ti, respektojmë shumë. Këtë ke, është puna tënde. Si që është i qëndrimi se imi, si që atyre të tjerve, si që atyre të tjerve që ishin ata që the ti, dje, sot janë futur aty. Ti ke qenë gjithmonë një lloj. Ti nuk ke ndryshuar një vitet sa më parë. Është puna tënde, por njeriu ka drejtë të ndryshojë si ata. Dhe ne por unë mund të jem gabim, unë them që Jo, po është puna tënde, mo ke këto gjëra. Unë kam të mendim, o zotëri. Këto gjëra, por ne na lejo, këto gjëra, ne respektojmë gjërat e tua. Po na lejo ne të pyesim dhe të themi, edhe të provokojmë me pyetjet tona. Edhe këtë punë kemi, kjo është detyra jonë, më zot. Unë respektoj shumë detyrën tuaj, siç ti e di shumë mirë. Detyra jonë. Por unë vetëm ja gjej. Tani një gjë duhet kuptojmë. Është dhe media e blerë, pjesë me rëndësishme media. S'ka pikë dyshim. Të thotë. Po tani ti merr automatikun, pastaj dhe ekzekuton të gjithë kur bëhet një përplasje dhe kërkohet përgjigje. Unë sinqerisht nuk e kuptoj këtë gjë, një minutë, Klevis, nuk e kuptoj, sinqerisht, termin i vetë përjashtuar, është talli apo. Ose termin tjetër, që thotë edhe Sajmiri nuk dha gjysmë përgjigje, është me Suel Qela. Tani heq nga Suel Qela, është me Ramën, pastaj heq nga Rama e kalon te Suel Qela. Ai merr nga Suel Qela e kalon te Ergyll Sagasi. Do ta heq nga Ergyll Sagasi tani nuk e dim ku do ta kalojnë Saliani. Saliani nuk fitonte asgjë aty, o zotëri. Po vedim. Po këtë e dim prej kohësh, edhe ai vetë e di. Po ndoshta ai duhet më për të formatuar dhe ky është një ndalim të cilën ne nuk e kuptojmë Klevis. Nuk e kuptojmë fare, e kupton? Nuk e kuptojmë se deri dje edhe ata fallsot i luanin më varja. Edhe ky, në këtë rast, ne e dim që kjo është një parti e Sali Berishës dhe fiton Sali Berisha aty ore, e vdeku. Por pse nuk lejohet kjo? Këtë nuk kuptoj. Unë mendoj edhe që arsyeja pse ti e bën këtë pyetje është se ti nuk bie dakord, pra e beson ti që këto që ne themi për shkakun rastin e Ervinit për lojën me pushtetin dhe kur themi lojën me kemi fakte jam lojën me pushtetin. Kemi prova që ky është njeriu i dramës dhe unë të them Krevis më fal. Unë të ash kështu, të them të riqem tani, të riqem dhe unë të kërkoj ndjes një herë, nuk ka rëndësi, mosha. Ti je fare i ri dhe unë kam. Nuk ka rëndësi. Por ti duhet më argumentosh mua që ky është i lidhur me Edramën. Si? Se tha doktorja. Si është i lidhur me Edramën? Na mund shpjegon. Si është i lidhur me Suel Qelën? Kush e ka parë? Që ky ka lidhjet me Suel Qelën. Kush e ka parë tani si është i lidhur me Ergyll Sagasin? Ky. Se ka kaluar nga njëri te tjetri. Kto mi shpjegon dot? Prova? A mundet të Tani po. Ja provat edhe të tani kur fillon lojën me pushtetin dhe pushteti brenda ka këto mekanizma siç janë Suel Qela dhe Ergyll Sagasat, pushteti këta do t'japi ty që të mbushin sallën këtu apo atje. Sepse të them, domethënë salla këtu aty ja mbush sallën që të sondojë. Ja, a mundet të kthej një përgjigje vetëm ta mbaroj unë. Sepse për shembull, me rastin e Shkodrës. Shikojeni takimet, sepse ne i njohim demokratët tonë. I njohim njerëzit se kemi bërë gjithë Shqipërinë, takojmë prej kohësh.